Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në Pagjurëm këtë të premte live këtu në Report TV. E në fakt, lëvizja e të rinjve drejt emigracionit, tendenca për të krijuar familje bashkëkohore, familje të vogla, pa praninë e vjerit, të vjerrës, së nënës së babait, ka sjellë probleme të mëdha në moshën e tretë këtu në vendin tonë në Shqipëri. Nga burime të ndryshme dashur miq, bëhet e ditur se mbi 500 të moshuar në vit ose rreth 40-45 të moshuar çdo muaj kërkojnë ndihmë në shtet për shkak se kanë mbetur të vetëm të braktisur nga fëmijët e tyre. Çfarë po ndodh me moshën e tretë në Shqipëri dhe në kuadër të datës 1 tetor, që është këtë të diel, dita ndërkombëtare të moshuarve, ne do të flasim për këtë grup mosh, sepse vetëm përpara pak ditëve, një 82 vjeçare nga Elbasani më telefonoi dhe më tregoi se jetonte e vetme, po e mbyste vetmia dhe fëmijët nuk i kishte pranë. Po mëngjesin e sotëm, një zonjë që nuk e njeh, më telefonoi dhe më tha se një e moshuar ka mbërritur në Tiranë, kishte udhëtuar nga Fieri dhe kërkonte të fliste me mua. Të tjera probleme dhe ajo nuk ishte të pranishëm fëmijët e saj. Ndaj vendosa këtë mesditë, këto dy të moshuara t'i sill në studion e emisionit Pagjurëm dhe dua t'i përshëndes. Zonja Marie, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Zonja Leonora Shyti, përshëndetje e mirë se erdhe. Besoj që jeni lodhur nga rruga. E qik rruga, e qik cikleti, bënë gjitha. Unë jam prekur kur dëgjova nga të dyja që më treguat që po na mbyt vetmia. Me vetmia po halli e u mësum dhe me vetmin po ku të rish, kur s'ke shtëpi. Po më lijo të prezantoj sepse përballë keni një zonjë të nderuar, ajo është Mira Pirdeni, drejtoresh ekzekutive e ASAK. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Mira, sa herë që bëhet fjalë për nderuar që ti me këto dy zonja të prehueshme. Sa herë që bëhet fjalë për moshën e tretë, je pranishme në çdo studio televizive. Veçanërisht për gratë moshuara. Veçanërisht dhe e theksuar, e kam fokus gruan e moshuar. Jo vetëm unë, është një fokus global tashmë. Do e dëgjojmë të dyja së bashku dhe publiku historinë e këtyre dy zonjave të nderuara, sepse përpos që jetojnë vetëm për shkak të emigracionit, fëmijët si kanë pranë, plot problematika që nuk mundet dot t'i zgjidhin vetë. E dashur Marie, sa kohë ke që jeton e vetme? Unë kam qenë Greqi. Kam nejtë 20... Jo, sa kohë ke që je vetëm fare? Vetëm fare, jam 1 vit e gjys. 1 vit e gjys që jeton e vetme? E vetme fare. Sa fëmijë keni? Kam 3 fëmijë kam. 3 fëmijë. Ndodhen jashtë Shqipërisë? Jashtë, po. Ke kontakte me ta? Flasim për të folë. Po, kur së ndihmojnë, unë s'du të prishgoj që të themi që jam kështu, jam ashtu, ato e dim vetë, qa do t'ja qahem muna. E ndjen mungesën e tyre? Unë mungesë, aqe... S'ka ku të bema për mungesën, se herë në vit. Edhe ashtu... Zgjohesh e vetme dhe ngrysesh në darkë e vetme? E para, e dyta, kam një dhomë me qera. Aty e lagështina madhe. I u banë ato faqet e murit për qarë gjithë nëzime. Edhe i me kaja jave, mura i lyva i qika ty ato vetë, e la parosa me gjithë gëllqera u ba. Mi vëdo më prishën robet, më prishën 2 qese milë që kisha, atë sheqeri, makaron, ti mora i hudha, se u banë myke gjithë. Robet mërena kam i divan, aty i fusë robet, se s'kam as dollap, as i gja, i që pare. Fëmijët e din gjendjen e të cilën jeton? E din. Që të bëjnë? Kodin, që të bëjnë? Në fakt edhe ato, kanë ato halët e veta. Në goca ka qenë e smur, me operu nga gjoksi. Edhe dhe ajo shketa smuri atje asë ja, me i dha një raport kështu je për i herë, edhe punon që shpunon ajo. Zonja Marie, do të pyes me detaj, do nga tërgosh me ditën e sotme jetën në të cilën ti ke kaluar për gjatë gjithë viteve të jetës tënde nga Greqia në Shqipëri, po më lijo të pyes pak dhe zonjë Leonora. Zonja Leonora, ju sa kohë keni që jetoni e vetë me fare? Tani fare 2 vjetë e sa që ka i kur djali. Sa fëmijë keni? 2 vjetë më bushin gusht. Sa fëmijë keni? Kam 2 fëmijë, djale vajzë. Djale vajzë. Me vajzën, sa kohë keni që... Me vajzën 5 vjetë a 6 vjetë, që se vajtët e ka jo dhe donet më mbante. Unë nuk ndenja se isha mes 2 zjarëve, kisha dhe djalin këtej dhe ata ndeja. Nena nuk di nga mbanë. E thash do ikim dhe për 5-6 ditë unë do vi prapë. Ajo s'pranoja shumë. Po i ke thatë me mua, nuk do flasësh me. Dhe ashtu e beri vërtet. Ke 6 vite që nuk flet me vajzër?
Vetëm pse ti... 6 apo 5 se maj mend, po... Edhe ti, si zonja Maria, ngrihesh e vetme dhe mbyll ditën e vetme. Zonja Mira, sa të marrin pak veten sepse janë të tronditura. Po qajnë të dyja, po lotojnë. Mosha e tretë kështu vua në Shqipëri? Në përgjithësi më tepër është gruaja më shuar. Sepse grada, unë e pyeta pak më përpara Leonora, ku ke punuar, sa ke punuar, si ke punuar, sa e ke pensionin, pse jeton në këtë varfëri, dhe ajo tregoi një punë të jashtëzakonshme që ka bërë. Punë kështu robëruese. Dhe atëherë ka jetuar në varfëri, edhe sot jeton në varfëri. Domethënë është një varfëri sistematike, që nuk i ka ndryshuar në tërë jetën e saj. Ne nuk mund të presim, vajza, si shta, është e sëmur, është bërë operacion, mund të ketë hallet e saj, emigracioni nuk është i lehtë, që të mund të presim gjatë gjithë kohës vetëm nga emigracioni, se kjo shoqëri ka jetuar nga emigrantët. Këtë shoqëri e mbajtën emigrantët të freskët. Se po ti ishte për politikat, të gjithë do ishin në një varfëri dhe më ekstreme se sa ka. Absolutisht, emigracioni ka efektet pozitive që ka sjellë në Shqipëri. Jo, po është një diskutim global tashin që remitancat kanë sjellë zhvillim global. Patjetër, por aman ka dhe plot gjëra negative emigracioni. I ka ndarë familjet shqiptare për ishte vërtetës. Po sepse kjo ndarje e familjeve çfarë solli? Solli pikërisht to pasoja. Më përpara kur njerëzit jetonin në farefisni, nuk mund ta varfëroje kaq shpejt, edhe nëse ti ishin ty nga puna, kishe për të tërë. Kurse duke qenë familje e vogël të shtyp më kollaj. Dhe ashtu ka ndodhur. Fakti është që një grua që ka punuar kaq shumë, po pse s'ka shtëpi ajo? Do ta pyesim, do na tregoj zonja Maria çfarë ka ndodhur, pse është pa shtëpi, por ajo që mua më ka trembur ka qenë koha e pandemisë, ku u izoluam të gjithë dhe unë nuk e di se sa të moshuar telefononi çdo ditë në redaksinë e Emisionit pa gjurmë dhe kërkoni ndihmë dhe shërbim, gjë të cilën duhet ta ofronte shteti. Dhe dua t'i pyes zonjat, në kohën e pandemisë, ka qenë një periudhë e frikshme për të gjithë. U izoluat vetme, kush u ofroi ndihmë? Hiç, asnjë vetë, dilja për jashtë, ai që merrja ushqime gjatë dhe rria mrena prapë. Vija mrena. Asnjëri. U infektuat nga Covid-i? Nuk më zoni. Fal Zotit jo. Jo, por ju fare. zonja Leonora? Jo, dhe mos më zuri. Fal Zotit duke jeni infektuar. Nusen na e zuri, nusen, po ne të tjerë shpëtuan. Shpëtuat. E dashu Mari e bëri një pyetje zonja Mira, pse ke ngelur pa shtëpi dhe je me qira? Atë pension që merr e paguan qira, drita dhe uji. Në fillim kur u hap kjo është kret kufish e gjana kështu, Flasim për vitet 90, kur u hapën që kufit. 97 kam ikun. Për herë të parë i larguan nga Shqipëria në 97. 97 edhe më mori çuni se burri më ka vdek. Ne ika me ato I ke bashkë. rritur e vetë me fëmijët? Po, Çfarë moshe të la bashkëshorti? Jo, mirë, të mëdhej ishin. Të mëdhenj. Të mëdhej. Ajo ma e vogla ishte 20 vjeç. E qartë. Mirë isha me fëmijët tonë, të rritur ishim, po ikëm... Në 97 për një jetë më të mirë shkuat në Greqi. Shkum se nuk më linte vetëm se më vdik burri. E qartë. Saj, unë nuk e dija, po ta dija që do ike në Greqi unë edhe do më prishte shtëpinë në Shqipëri. Ju ikën në Greqi dhe çfarë ndodhi me shtëpi në Shqipëri? Ikëm në Greqi, ne po mirë atje majta një prit mesat, i rrita, i bana burra. Nese, më s'ka përdem dhe atje. Edhe kur një ditë për ditë, vjen me gjithë nusën e vetë edhe prishin shpinë, prisha shpinë. Po pse e prishte të shumë? Sa po do të regullojnë nga para, po të këshim mere me to, thash, unë të bashim, thash. Se me ne, ti nuk e vëndot shtëpi të re, e bani vetëm 4 faqet e murit, edhe soletën, ajo ka ngellë. Se mori edhe tapin, ja dham tapinëve, ja dham që thashun një qunë kam e ta marrë e nëse s'ka rëndësi, edhe sikur që ka i tapin, unë nuk kisha problem, hyje mërina unë. Pra, shtëpia është e pabanushme, po më tregon. 4 faqet e murit vetëm. E qartë, zonja Maria, në Greqi ju jetuat sa vite së bashku me fëmijët? 20, sa i bje, deri vjetë, deri 97-ën. Plot vite ke jetuar në Greqi. Ke jetuar të vajza, të djali, ku jetove? Edhe atje, se shkoja rrisja fëmijët, edhe ke djali edhe ke goca. Pra, ke qëndruar të 3 fëmijët, i ke ndihmuar në rritjen e fëmijëve të tyre? Po. Por, pse vendose të ktheshe në Shqipëri? Pse nuk qëndrove aty? E para herë se unë nuk pat qesh me dokumenta, deri para 3 vjetësh. Do t'i hyni ky Mitsotakis, edhe na vuni një, do me thanë një dokument që na duesh
24.000 euro t'i kishim ne në libres, ne pensionistët. Po. Jo të rritë, se të rritë kanë ensima. E qartë, po. Ne kanë nësoj, që a i thonë. Ti u ktheve në Shqipëri për shkak të dokumentave, apo diçka ndodhi me fëmijët? Pa që ndodhi me fëmijët, ndodhi. Çfarë ndodhi me Ajo i fëmijët? qesë se bepi. Çfarë ndodhi me fëmijët? Po, i rrita fëmijët e vegjel edhe kështu fillum, si që janë debatet ma. Edhe i thosha qunit, po mire bjerë, vetëm unë kam faj. Ju s'kemi faj, jo, në s'kemi faj, vetëm ti e ke faj. Thashe, po mirë, po i ki fare, thashe. Gjeta e se bepi në dokumentave, u banë të dyja. U banë të dyja, po këtë rrije. Erda mora i shpi e do me qera. E këte mora pa qera je për jerë, se gjoja e kishe në qikë krushkë, e ju me motër. Me edhe, kur ajo thotë, ajo më tha që jo, unë do të shes për dilë, thashe, më për t'jap qera, thashe, prafë, unë Vetëm mos të rinë në rrugë. Nuk kam ku të shkoj, thashe. Doja gjithë lagështinë, si që thash, më lagër mjë vjen nera robeve. E kuptoj që nuk bën një jetë fort të mirë, në atë dhomë të vogël që ti ke marrë me shëra. Konfliktin e pate me djalin. Me djalin, me nusën, me të dë. Edhe me nusën e djalit. Po vajzave ju tregove problemi që kishe me djalin? Nuk nërhynë, nuk kanë ashtu ato, nuk kanë qatë bajnë. Momenti që more vendimin... Për historinë e djendë, unë erta këshu i herë. Jo, duha të pyë, sepse sot je 82/83, atëherë ke qenë 81/82 para një viti. Në momentin që more vendimin që do largohesh nga Greqia dhe të jetosh Shqipëri e vetme, vajzat çfarë të thanë? Gjoja, bën si dush. Se e dishin historinë ato, bën si dush. Si që të bëshin, unë ka dhanë durët nuk rrit dot, edhe si kur të më majnë kështu hopa, nuk rrit dot ka dhanë durët. Besoj që kanë qenë momente të vështira kur shumë. Vendose të ndaheshe nga fëmijët dhe të ktheheshe në Shqipëri. Si se bep, unë gjoja që do iki të rritë sa muj, nuk do vi prap, hanë kur do vish ato, mu kur do vish, nuk e ma e mësun ato. Unë dhe shpi, unë. Vinë të vizitoj sot fëmijët? Vinë një herë në vit. Një herë në vit. Si ke marrëdhënie sot me fëmijët? Po jo, shu flasim, ne, janë ma mirë me ato, ime i ka unë lirova vendin. Kështu e mendon? Po kështu e mendoj unë, se atere, tjera mua vete me tjera. Por malli të merë për ta? Mua po, flasë për ato unë, po unë mërë malli, aqë më mërë malli, sa. Isha fa të ke i Facebooku. Kur edhin fotot? Që nana, më shumë mërë malli për një për që sa, për ato të në dhej. Sa një pa ke? 4, 6 kam. Që i ke djemë dhe vajza? I ka gjithë cuna, s'ka si gotë si qfare. Dhe i ke rritur Se vetë? të merë malli për një pat? Më mërë se i kam rritë vetë. Si sillen ato me ty? Shumë mirë, po nuk S'kanë nërhynë ke prindit ato, nuk nërhynë ke prindit. Se nuk kam mundësi, se janë vetë pa fuqishëm ato e me prime. Po ti në shpimë vete, mundet. Miprit nuk e kanë fuqin, ekonomin. S'kanë. Të marrin telefon Miprit? Ashtu s'marrë në të po që i shkruju nga i herë shumë, ke që nana sa burë ke dalë, që shje, a i madhi më këtem për gjie i vogli, po da i vogli, ato fëmijët të Këtë merë malli më shumë, për fëmijët e djalit apo të vajzave? Të djalit më shumë, nuk e di pse. Të djalit? Nuk e di pse. Ndodh kjo? Nuk e di pse. Që nënat shqiptare sa herë janë të lidhura shumë me fëmijët e djemve, jo se nuk duan niprit e mbesat që vinë nga vajzat. Edhe ato i kanë rritur. Është edhe rritur. prania që është me afër dhe e ka parë në të gjitha momentet e rritjes dhe krijon një emocion më të gjatë, më të fortë, më ashtu. Se është puna se mund t'i dallosh, se dhimbja është për gjithë njësoj, cilin gisht të presësh. Por kur ti e rrit një fëmijë, ke momente, emocione më të forta. E qartë. Zënja Maria, më lijo tani të shkoj tek zënja Leonora, e cila e dëgjoi historinë tuaj dhe ndërkohë që dëgjoi e zënjën Maria, në mend të vinin të gjitha ato që ke përjetuar vetë. Një punë e paparë, me gjithë burrin. Ai punonte në Mrostar, unë punoja në Grecalli. Do mirja dhe drutën kokë do t'i binja në shtëpi, që t'la një rroba gatuajmë tëra. Keni vuajtur shumë? Punë si kafsh punë. Hese do në vi një ditë me mirë, të rrisin fëmijët edhe kjo është gjithë shka për prindin. Në bela shumë në të vërtet. Unë e pash të hyri, zonja Marie, dhe me zi po hese. E pash që ka dhe një problem shëndetësor. Dhe pyta pse, kam punuar shumë, tha dhe në punë shumë të rënda. Dhe sigurisht nuk më erdi mirë.
Atëherë korrësh gruri me ato kombajnë, gratë hidhin duaj lartë, ose hidhin duaj në ti që hante ato kombajnë që ishin dhe grurin. Gratë në ato kohë bëni dhe punët që bëni burrat. Po, çdo lloj pune. Shumë të vështira, qoftë në blegtori dhe në bujqësi. Moj dhe kanale, atë vit që u martova unë, beshin kanale, unë nuk ka përse do të rëketse. Në atë kohë u hapën që bëjnë drenazhime gjera, shumë punë rëndë. Dhe për gratë po punojnë, se ishin njerëzit të pa dala, si të thush. Ishim mësu vetëm me punë. Punë, shpi, kjo ishte vetëm. E kështë menduar në ato kohë e re, me një dashurit të madhe që ofroje në familjen tënde, që i kështë ndërtuar, punoje, sakrifikoje, që në këtë mosh t'ishe e vetme? Jo, të punoj, thosha unë që të ndihmoj fëmijëve të më vonë. Qa nevojë të kena ata, në një që vozit nëna, prindi. Unë nuk ndo thashtu realiteti. Në fakt ka qenë një edukim pak i keq nga shoqëria që neve po i rrisim fëmijët dhe po i mbajmë dhe që ata të na shpërblenë neve. Nuk dalin ato që janë rronë. Kjo mund të ndodhë gjithmonë, sepse ndonjëherë fëmia nuk ka as mundësi që ta shpërblejë, se varet nga situatat që kanë ata. Dhe ne nuk mund t'i pretendojmë këto gjëra. Jo. Prandaj neve gjithmonë neve nuk kemi pasur një edukim, po në përgjithësi për gratë bëhet një edukim që ato ta presin moshimin e tyre dhe të vetmuara, sepse qëllon që bashortit se gratë jetojnë më gjatë se burrat dhe prandaj edukojnë që ta presin moshimin të vetmuara. Sepse mund të humbi partnerin më përpara, që ta presësh e vetmuar moshimin, nuk është ky lloj moshimi. Përkundrazi, unë shoh gra edhe më të mëdha se sa ju që janë të lumtura që janë vetëm. Çfarë mundësish ju krijon dhe çfarë hapësirash kanë që ato janë vetëm. Të moshuarat tona, gjyshet tona këtu në Shqipëri, nuk i kanë këto mundësi. E qartë, fëmijët nuk kanë mundësi t'i ndihmojnë, emigracioni nuk është i lehtë më the, por gjithsesi nuk jam dakord që nënën ta telefonosh dhe ta pyesësh si je me shëndet. Ti dëgjosh zërin. Shiko, nuk është e lehtë edhe ta marrësh në telefon nënën dhe nëna të tankohet ty që ka një problem. Sepse këto sigurisht çfarë do thonë këto? Çfarë do të thonë sa të lumtura? Këto mund t'i thonë sot që kanë ardhur, s'kan takuar ty dhe mua. Ditët e tjera çfarë kanë bërë? Kjo vjen sepse nuk funksionon pushteti lokal. Unë kam parë gjithë botën që shkoj, shoh që ka qendra ditore. Ka një infrastrukturë qytetare, qendra ditore, ku ato përveç se marrin informacion se si ta mbrojnë shëndetin e tyre dhe si ajo tjetë, po kanë dhe mundësi ekonomike përveç pensioneve që nuk i kanë kaq të larta. Ne përveç që kemi pensione, ajo ka punuar 40 e ca vjet dhe i ka dalë 100.000 lekë pensioni. Po ky është turp. Kjo nuk ndodh në asnjë vend botës. Ja tash më tha Leonora pak më parë që nuk ka mundësi të shkojë as te doktori. Sa i pyesim sa kohë kanë pas shkuar te doktori, se është një moshë që kontrollet do të jenë të vazhdueshme. Realisht. Zonja Marie, sa kohë ke pa vajtur te doktori të bësh analiza, të bësh kontroll për shëndetin tënd? I bëna vjet në Greqi. I ke bërë vjet? I bëna vjet në Greqi. I ke bërë vjet në Greqi se ke qenë në Greqi. Por këtu në Shqipëri ke bërë? Jo, s'kam. Që kur ke ardhur? Jo, s'kam. Jo. Zonja Leonora? Jo, unë s'kam bërë fare. Vetëm rava kemë dhe vinja qik për vizitë. Analizat bëhen që në. E palek janë ato. Ne dhe kur së muremi, rrimë ashtu të latur dhe themi se do ngrihemi nesër. Me këte e shtymë ditën. Do ngrihemi nesër. Jemi sot së murë, por nesër do ngrihemi. Sepse nuk funksionon promocioni i shëndetit, është një strukturë në Institutin e Shëndetit Publik, e cila nuk bën vetëm edukim personal, po dhe të gjithë bashkësisë, bëjnë fushata sensibilizuese për komunitete, si ta mbrojnë shëndetin, cilët janë faktorët e riskut, i edukojnë, si ta heqin vetminë. Sot vetmia është një problem global, por nuk është kaq rëndë sa e kemi ne. E dashur mira, teksa po gërmoja, nxorra disa statistika, 40% të moshuarve në Shqipëri mosha 65 deri në 75 vjeç vuajnë nga sëmundja e depresionit për shkak se fëmijët nuk i kanë pranë. Dhe 40% është shumë, është i shqipër goxha e madhe. S'është çështje se si kanë fëmijët. Është kjo pra që thash. Ato janë të vetmuara sepse nuk funksionon pushteti lokal. Nuk funksionojnë strukturat, më e kupton, po çfarë është pushteti lokal? Po çfarë është? Është pikërisht që të krijojë një infrastrukturë qytetare dhe këto të jenë aktive dhe të shërbejnë dhe do kishte dhe gjithë komuniteti do kishte gjëra të mira nga gratë e moshuara. Sot gratë e moshuara janë në diskutimet globale janë përcaktuar si faktor të ndryshimit për zgjidhjet krijuese ditore, mbështetje e familjes që ka rritur fëmijët ajo, edhe të komunitetit. Unë kam parë një grua të moshuar një ditë që rrëmbye një fëmijë, ajo tha është filania. E pa nga kati, e shpëtoi fëmin. Nuk e rrëmbevi ajo, ishte një nënë që donte t'i luante me fëmin, po prindët nuk dinin çfarë ndodhte. E qartë, e qartë. Ajo e qetësoi situatën. Sepse shofun, e kuptonte që s'ka komunitet një mundësi minimale, hapësie publike për një aktivitet minimal
fizik nuk kanë mundësi. Për moshën Dhe e ajo tretë. prandaj ecën ashtu, sepse duhet të ketë qendra rehabilitimi, e diti që në Kotë e Verit kishte rehabilitim. Shkonin gratë në Ligjë, shkonin pa lek. Kishim një bibliotek, kishim një park. Ndërsa Ti sot bëhe shërbimi falas. Janë privatizuar, nuk Ujtin e ka pishëm e kishe falas. Mjekun e kishe falas. Ligjat e kishe falas. Kishe disa shërbime. Sot e ke, çdo gjë ujtin duhet ta blesh, çdo gjë duhet ta blesh me maksimum. Po pse? Çfarë ka? Për të ardhur këtu te këty, unë më është dashur një orë nga liceu artistik gjë këtu, me makinën tuaj më është dashur një orë, një trafik i tmerrshëm makinash në mes të bulevardit. Çfarë bëjnë ato makina në bulevard? Atëherë këtu duhet kishte një super zhvillim. Në fakt nuk ka, sepse s'ka transport publik. Si mund të ekzistojë një vend pa transport publik, një kryeqytet pa ujë në vendin e ujrave? Të blej unë ujtin. Me një pension 100.000 lekë të blej dhe ujtin. Po kjo është e pafalshme. E dashur mira, pyetja e parë që u bëre të dyja zonjave kur bitën në report, i pyetën sa e keni pensionin. Sigurisht, dhe sa vite punë ka. Dhe zonja Leonora, me atë pension që merr, pagon qëra, drita, ujë, ndonjë mjekim që mund të ketë ajo që mund të bëjë përshëndetjen e saj. Çfarë hash, pyetja? A ka qendra ditore në qytetin ku ti jeton për të marrë ushqimin, të vi falas nga bashkia? Priti qika, aty më dilë se do dilje, po me më kujtova. Unë nuk njifem gjykunin, nuk jam regjistru me gjykundin, nuk kam as tapi shpije, as simbolio, kontrat shpije që të më njofi shtetja, apo lagja, apo këshilli. Unë nuk marrun gjykuni, as i gjasi. Po ke shpija vjetër që i ke dokumentat. Nuk e kam atje, se ja dham quni tapin. Po mi, po ti figuron, unë ndava fare. Po pripa, ata adres ke, pavarësisht si e ndalë, ata adres ke. Gjendje civile, ku e ke? Gjendje civile mirë, lagje Cinkoll. E po, ato për ushqime, për gjana du dhe tapin në shpis, ose simbolion, Kush ta kërkon tapin në shpis ty? Kontrata është për dritat. Kush të kërkon ty? Po tregon që institucionet kërkojnë një kontratë shtëpie, një vend banim që ti të shkosh të marrësh shërbimin. Kontrata është këtë dritat. Kontrata dun ato këtë dritat. Po. Ku rriti thot, se mund arrim qera bje letrën kontratës. Po janë procedura. Nuk ta jep ai. Nuk ta jep. Sa jep se s'është një gjë për të dhënë. Nuk e ne gjane për dyta. Arsyeja që ti nuk i ke këto dokumenta, nuk e merr shërbimin nga institucionet e qytetit ku vjen. Nuk marr fare. Asgjë. Po pyes pak zonjën Leonora, e cila jeton në fshat dhe jeta është pak sa më e vështirë. Juve zonja Leonora e vetme, ndoshta në një të ardhur nga puna, bujësi që bën, prap nuk është fort e lehtë për ty, sepse pensionit ka dalë shumë i vogël, e dëgjova kur të pyeti zonja Mira. Ju si a dilni? Merrni këto shërbimet në vendi ku jetoni? Jo. Më thashë për vizitë do vete kur vetëm pa më çon me varrel. Se kështu. Jo, po kjo nuk është normale që nuk të vemi vete, tek mjeku vetëm kur jemi në gjendje të keqe që s'kemi çfarë të bëjmë. Vetëm atëherë do vemi tek mjeku. Pse e mendon kështu, zonja Leonora? Nuk kemi vajtur. Nuk është se mendon ajo nuk ka një lehtësi në këtë gjë. Në vende të tjera, unë tash isha në Struk, kushëria ime kish marr falas të dëgjimit. Komshia ime ka paguar 2.000 euro për të marrë atë. Edhe unë lodhë gjithë fare fisi me japo 2.000 euro. E kupton ti se ç'a ndodh? Falas më e mori. Shkon në Ligjë falas. Ja ku është Maqedonia. Të gjitha shërbimet i merr falas. Ja ku është Maqedonia, nuk është një shtet. Edhe shko shift çmimin. Gjys për gjys djathi me djathin që bleva unë sot. Gjys për gjys me atë që bleva ditë. E qartë. Domethënë çmimet. Domethënë ti përveç që ke çmime në stratosferë, përveç që ke pensione shumë të ulta, përveç që nuk funksionon komuniteti, ti e bën pabarazin ekstreme, duke rritur rrogat e atyre që kanë mundësira dhe duke e bërë pabarazin të llatarshme. Më hovin. Si mund ta bësh të pabarazin? Pensionet të mos i rrisësh, asnjë shërbim komunitet nuk ndodh kurrë në asnjë. U rritën pensionet para disa kohëve, nuk jam e sigurt me sa përqind. Mos thuaj tash. 8.6. Mua më doli, kur dola në pension 104. 8.6%. Tani me rritjet kanë 185. Unë i propozova disa grave, ditën që do na japin 50.000-shin, shkojmë çik te kryeministri dhe ta pyesim me këtë 50.000-shin që po na jep, zotëri ti çfarë bën me këtë 50.000? Për çfarë të vlen ty 50.000-shi që të di dhe unë ta përdor, se ndoshta s'kam edukim për ta përdorur. Na edukoni si ta përdorim dhe 50.000. Nuk e dha. Dashur Leonora, dua të pyes pak edhe ty për historinë e jetës tënde. Ndërkohë më tregove pak më parë që me vajzën ke 5 apo 6 vite, nuk e mban mend, që nuk flet. Se ike nga shtëpia e saj dhe ajo nuk të mori më në telefon. Por çfarë ndodhi? Nuk pranoj se unë nuk ndenja. Ajo donte i të rria, në fakt se ishte e përmallur, po mos ndenja.
nuk ndenja se kisha lekë për të paguar, jo drita, jo këtu si kisha paguar, se nuk gjenja do të në për institucionet i paguarja. Si kam paguar as sot zonja Odeta. Në kjo kam ikur nga Italia, unë që me të shupë nuk flasë. Ka marrë malli për vajzër? Më ka marrë për vajzën shumë dhe më ka marrë për fëmijët e saja, se është ndarë nga burri, ka 3 fëmijë. Ka 3 fëmijë. Në shkret atjo. Një djallë dhe 2 vajza. Po me vlajnë flet? Si kam parë me sy. Po vajza flet me vlajnë e saj, me djalin? Të rrallë kanë foljen, mos të themi, mos të gënjejmë. Për shkak të konflikteve, që mos ta pyesim më shumë zonjën Leonora, për shkak të konflikteve në familje. Jo, s'është çështje konflikti, është çështje situatash. Që ndahen nga njëri tjetri. Fëmijët nuk mund të ketë konflikt me nën, ajo po i lutej që të rrinte. Në radhë parë se kjo vetë, si thash, neve jemi një popullsi pa edukim. Një televizion qoftë dhe juaj që nuk funksionon për edukimin publik. Neve nuk i dim rregullat, ne nuk i dim ligjet, ne nuk dim t'i zbatojmë, ne nuk dim t'i... Edhe kur duam që t'i zbatojmë, ja, vjen që atje të paguaj dritat. Ndërkohë që asaj ja kanë ngënë tërë jetën. Unë si kam paguar asot, kush e di se do ketë vajtu leku atje. Unë si kam paguar. Ajo vjen që atje aq të edukuar jemi për të paguar taksat e njërën të rregullt për çdo gjë. Dhe nuk jemi të edukuar për të kërkuar çfarë na takon. Të marrim atë që na takon. Sepse nuk funksionon asnjë strukturë që ti të marrësh informacion dhe edukim. Qoftë dhe kur del një ligj, ti unë duhet të kem një edukim, çfarë përfitoj nga ky ligj? Unë s'përfitoj nga gjithë ligjet që dalin, ne s'përfitojmë asgjë. Po e kuptoj një dekadë, 2 dekada, 3 dekada, si mund të vazhdosh pafundësisht me një varfëri ekstreme? Dua t'ju them një histori të shkurtër. Po. Muhamet Yunusi, një profesor që studioi ekonomiku në Amerikë dhe u kthye në Bangladesh dhe jepte leksione në universitet. Dhe nga dritaret shikonte që njerëzit binin si shkopi në rrugë, nga ulia. Po tha, ku ti vlejnë, tha, këto leksione? Atëre, një shtëpi me 20 veta ato, familje tradicionale, hipën lartë, dhe hap një bank grama. Dhe ju jepte vetëm grave, 10, 20 dolar, 30 dolar, ku shmerte 100 ishte suksesi pa parë. Dhe shiroj 2 milion gram nga varfëria, me këtë mënyrë. Dhe në 2006 i dhanë çmimin Nobel, pikërisht se shiroj. Mesazhi që i dha botës e dini kush ishte? Varfëria është një krijim artificial. Duhet të ndryshojnë strukturat dhe politikat. Çrënjosja e varfërisë është obligim, nuk është bamirësi të mbjerti mu i qese. E vërtet. Unë një ditë në një takim me të rit më thanë që kryqi kuj që jep në fier ushqim për të moshuarit. Thash, si jep ushqim për të moshuarit? Po unë ti jem, thash, ja marr atë ushqimin dhe për plas kohë. Unë kam punuar një jetë të tërë, unë kam nevojë për fizizim. S'kam nevojë të më japësh ti mua një pjatë me supë, një copë bukë. Pse më ka ta ndisë si mua kështu? Kam dhënë kontribut më vëlla. S'kam përfituar as nga pasuria kombëtare dhe as nga zhvillim. Më vjen mirë që e ngre zëri fort pikërisht në këto mesazhe që përcjell nga studio e emisionit Pa Gjurmë e dashur Mira, por më lejo ti bëj dhe disa pyetje të tjerave dy zonjave të nderuara. E dashur Marie, çfarë ke menduar? Të kthehesh sërish tek fëmijët, të jetosh e vetme, çfarë ke menduar për? Sa të kem kamët e durët jo herë. O iki për një herë vdes, ose po ika, se nuk... Kesh jetën e gjatë. Ne, po nuk kthehem. Do jetosh e vetme, deri në fund. Me kame me durë, po ngella ndyshek, pastaj, po edhe të shkoj nga e keqja, se kur të më bëjës me të aty. Zonja Leonora, po ju? Dhe unë ati mendimi jam. T'jetosh e vetme. Po e vetme se nuk e bje do të në qafë. Se valë pranon. Prindi i bje më qafë se prindi ishi falur. Në shkok e prerë. Por kjo gjë... Pranojnë. Kjo gjë... Prindi nuk do që ti shqesoj. Gra modeste këshu gjërë nuk gjëndet masa e modestisë suaj. Gra që kanë punuar dhe kanë këtë modesti. Prindi mendon gjithmonë për fëmin. E tani unë t'i shqesoj që unë për ata fëmi jam hequr zvarë. E tani t'i shqesojnë dy burre gruaj, se mund të ndodhe dhe defekte, pasaj rrime nënë më thotë dhe mos hajtë me mua. Por e kuptoj qartë, por kjo nuk është lumturi. T'jetosh e vetme. Shiko, nuk është lumturi. Mosha e artë. Zemra e nënës. Mosha e artë. Zemra e nënës nuk i ndanë fëmijë. Vetëm ta gëzojnë jetën se kanë punuar për t'i pasur tash këto mundësi. Po dhe fëmijët janë ngushtë. Ai çuni tem një dhomë gjumi ka që fle vetë. Një flen dy çuna janë burra nga 30 vjeç. Ku do rri unë? S'ka vend, as atje s'ka vend për mu. E keni menduar të shkoni në azil, që të kaloni aty pleqërinë dhe të jetoni të lumtur? Është rëndësishme lumturia. Shqyqy që se vend mendje se nuk ka vend në azil. Nuk e du. Azili fjerit është një... Unë nuk e du.
Shqyqy që se keni në Nuk mendje. e do të shkosh në azil. Zonja Eleonora, e ke menduar ndonjëherë të shkosh tek shtëpia të moshuarve? Nuk e kam menduar, po të erdhi ndonjë disfat kështu dhe mund të vesh. Mund të falesh. Unë se du për vetë. Se në rrugë nuk e dua unë. S'ka vëndet. 5 azile janë të Po kohës... sikur po them unë, sikur të 19. ndodhin që më leka më dora dhe që tani e vozit çdo gjë, çdo punë i dal përpara. E da shumira, nga 6 qendra publike, pra shtëpia e të moshuarve, ka çdo vit nga 200 kërkesa dhe nuk ka shtretër. Po pse nuk shtohen shtëpitë të moshuarve, sepse shtëpitë të moshuarve janë privati nuk arrin dot i përballojnë. Janë para 90-s dhe janë jashtë standardeve arkitekturore, sociale dhe shëndetësore. Janë hapur privatet, po dhe privatet janë po të këtyre standardeve, me përjashtim të një që njohun, te Moza, që ajo është krye-infermiere dhe ditë të bëj shërbime dhe në anën mjekësore. Por, çmimi është rritur sepse këto struktura janë biznese sociale dhe shteti duhet i mbështesi. Kur i rrit energjinë bizneseve që marrin miliona, nuk mund t'ja arrisë asaj, sa ajo do t'ja arrisë moshuarit. Automatikisht. Dhe kështu. Përveç kësaj nuk funksionojnë sigurimet shëndetësore. Ne kemi paguar gjithë jetën sigurimet shëndetësore dhe s'kemi përfituar kur asgjë nga sigurimet shëndetësore. Ato duhet ja paguajnë azili, që kjo të shkojnë në një azil privat, meqense deri sot askush nuk ka marrë iniciativën për të bërë një azil në nderim të këtij brezi të shumëvuajtur, të bëjë një azil me standarde bashkëkohore. Nuk ka ndodhur. Unë jam e sigurt. Nuk është në vëmendjen e askujt. E qartë, unë jam e sigurt që zëri Leonorës dhe zëri i Marijes janë shumë zëra të tjerë që janë duke na ndjekur në këtë momente dhe mund të kenë të njëjtin fat si dy zonjat. Unë e di që keni një kërkesë, keni ardhur të bëni një kërkesë nga kjo studio. Për të respektuar moshën, do ta nis me ty dhe do dëgjoj me vëmendje. Ju kërkoni çfarë sot në këtë moshë? Një dhomë du vetëm. Dhe këtë apel ja bën shtetit. Për shtetit me kush e ka ato që e kanë. Për shteti ka s'ka tjetër njeri. Ti kërkon strehim. Një strehim. Social, si që kanë gjithë. Strehim social. Këto bëjnë strehime sociale, gjithë të pallate që bëjnë, një ashtu e merë, këtu duhet ketë tush. Strehim sociale, s'duhet ketë në asnjë vend se këtu çdo hap ke një pallat. E qartë, keni Dhe drejt. duhet ketë për këto njerëz. Edhe çdo ditë që lëviz në rrugët e Tiranës, ndërtime shikoj që të reja që bëhen. Nuk vinim dot më. Zonja Leonora, edhe ju keni shumë probleme. Sepse problemet me kunatin, ai do t'ju glabëroj pasurinë. Kush është kërkesa që do bësh nga studio e emisionit pa gjë? Kunata. Kunata me kunatin. Kunati ka vdekur. Ka vdekur. Kunata me fëmijët. Dhe kunati tjetër, Po? që me ullë dhe më bën terror. Vajtit e printe mi dhe u tha, hajde e meni Leonorën se ka shkallur. A keni Në bërë atë moshë që denoncim? ishte are, jo, nuk kam bërë denoncim. Tani, kjo dërzova erdha. Se thash Jo, kam... tani, a ke bërë një denoncim për derisa ata vide të shqetësojnë? Nuk kam bërë denoncim. Se më ka ardhur zorë. Kunati ishte po si s'është vllaj. puna, Si edhe po vllaj kishe jote bërë dhe kunata denoncim dhe ti, të ne tjerë. kemi I kam pasur dashur raste. pa hile me kunetën me... Unë nuk flasë as me një. Më kanë larguar nga tërë njerëzit. As me një, vetëm me Leonorën. Dhe të vinjët e porta mua më ndjekin atë lagjës. Ai mos vi me sukur mbir mua një shishe qumësh më njohin buzën. Ose të dalë se të marrë ushqime, do të dalin djemë të panjotur ose gratë të panjotra që i ka vënë këta. Para meje. Po. E kemi pasur dhe një rast tjetër. Shiko, Kemi pasur një rast. Kjo, më falë se të preve, kjo është vrasje kolektive. Po. Tërtë lagjës aty unë i kam kondra. Unë jam urdo se urdon. Duke ditur që është e vetme Se jo, po kështu kanë qenë gjithkohë. Tjetër që media me News 24 ne kemi shiruar një grua, ne gazetari Konde Ilia e pa në rrugë. Nuk flas asnjë, shikoti dhe me fëmijët një prej linjë. Ta dëgjonte dhe pa që ishte një grua shumë normale, por që vuante se kishte një baçe, ishte vetmuar, kishte vdekur shoqi, s'kishte pasur fëmijë, dhe deshin t'ia rrëmbenin tokën edhe shtëpinë, me qelpish në shtëpi kështu ishte. Dhe i gjuanin me gur fëmijët e lagjës, sa herë që dilte dhe ishte tër plagë dhe quam në ambulancë, ashtu, gjithë puna bëhe. Sa po e mori media në ashtu? Në vëmendje? Ajo kishte denoncuar dhe denoncimi nuk kishte pasur efekt, por media e shpëtoi. Por nuk mund të bëhen gjithë gjërat me media. Tu duhet funksionojnë struktura. Dhe dua një mesazh për ta përmbyllur një mesazh duke u drejtuar institucioneve, ato që e kanë fuqinë, kanë paranë për të bërë më të mirën për gruposhën. Mendoj se në Shqipëri ekzistojnë vetëm 250 migra, të cilat kanë punuar me turne,
s'kam bërë asnjë ditë pushim se dhe të dielën e kishin o zbor o aksion e kështu, kanë rritur fëmijët në kushte të vështira, unë kam punuar në shëndetin profesional dhe kam parë kushte të vështira të punës së tyre, kushte të tmerrshme, po kështu dhe tjetësës. Këto kanë një varfëri sistematike në atë kohë dhe në këtë kohë, nuk kam përfituar as nga pasuria kombëtare, as nga zhvillimi, dhe mendoj se duhet të marrin të gjitha një dëmshpërblim në nivel lokal dhe shtetëror. E dashur Maria, unë dua që mes ditën e sotme, përpos gjithë problemeve që ne do të vazhdojmë dhe në ditën e vijim, të jemi krau juaj për të ndihmuar aq sa ne mundemi. Unë dua që ta mbyllim me një mesazh që ju i drejtoni fëmijëve tuaj që ndodhen jashtë territorit të Shqipërisë, si ju që keni 3 zonja Maria, por dhe zonja Leonora që ka 2 që i ka jashtë Shqipërisë. Që të them fëmijëve tu? S'kam që të them ato e din. E para dyta, edhe ato janë ngushtë. Thashon, nga i dhomë kanë. S'ka ku të hyjë që të vetë edhe unë. Që s'kam që të them fare për fëmijët. Zonja Leonora? Unë uroj të kem mirë, fëmijët e mi dhe gjithë botës mirë t'jenë. Edhe të mbej një telefonat të djojnë zërin se tjetë gjë nuk mundet që të bëjnë ata. Ja, Se shupa ime punon kështu shumë mirë janë flasë. Ku gjenë punon? Kur s'nimojnë. Maria thotë unë flasë, s'kam kontakte, sepse zonja Leonora ka 6 vite që nuk flet me vajzën, djali flet shumë rrallë, s'ka kontakte. Ndërsa Maria thotë unë flasë, por nuk ndihmojnë. Se ka 6 fëmijë, Se nuk 6 nipa që adhurojnë. Nuk e po. Dhe është fati S'ka madh. mundësi, nuk ka Të nuk. kesh nipa. unë ju falenderoj që u pata në studion e emisionit Pa Gjurmë pasi në kuadër të 1 tetorit. Dhe nuk e di, dua të pyes për ta mbyllur, çfarë do bëhet? Është e diel 1 tetori në kuadër të Absolutisht, moshës së tretë. Ka absolutisht. Unë diçka nuk di. që mund të organizohet? Asnjë lloj ftese nga asnjë lloj institucioni, unë që jam përfaqësuese në nivel global për gratë e moshuara. Asnjë lloj ftese dhe asnjë lloj përveç mediave, më kanë thirrur dhe media tjera. Përpara se Unë ju kalojmë në falenderoj juve. Ju falenderoj sepse gjithmonë televizionin juaj e ka pasur një fokus për moshimin, po mendoj se duhet ta thelloni dhe pak më tepër. Është momenti, është një temë shumë e nxehtë, është globale. Longevity shapes the future. Jetëgjatësia modelon të ardhmen. Duhet patjetër të merren iniciativa. Është shpallur dekada e moshimit të shëndetshëm dhe e komuniteteve. Sepse korona tregoi që zgjidhjet bëheshin komunitet. Ju duhet të influenconi për ta bërë dekadën se është i vetmi vend në botë që nuk ka qoftë dhe një hap të vogël, qoftë dhe një fjalë ta ketë pushteti lokal për dekadën. Uroj që ky mesazh të shkojë në të gjithë kolegët e mi. Përpara se kalojnë reklama, edhe unë dua ta jap një mesazh. Mosha e pleqërisë apo mosha e barsit që njihet të ndryshe ka nevojë më shumë respekt nga fëmijët, nga familja, nga shteti, nga e gjithë shoqëria. Moshimi dashurmiq nuk është një sëmundje, një paaftësi, ndaj nuk duhet të braktisen të moshuarit.